Detaje nga vrasja e shqiptarit në Greqi. Altin Arapaj është 41 vjeçari shqiptar që u ekzekutua me armë zjarri në mes të vreshtave në zonën e Rafinës në Greqi. Dyshohet se shqiptari u vra nga bashkëdhetari i tij, i cili ka qenë i afër me viktimën. Sipas informacioneve paraprake, motivi i vrasjes dyshohet të jetë prishja e pazareve të drogës mes viktimës dhe autorit. Siç raportojnë mediat greke, Altin Arapaj është emër i njohur për policinë greke, pasi ai është përfshirë në të kaluarën në vepra të ndryshme penale, përfshirë edhe shit blerjen e lëndëve narkotike. Sipas informacioneve të para për mediat greke, para se të jepte frymën e fundit, 41 vjeçari telefonoi bashkëshorten e tij, të cilës i zbuloi emrin e autorit që e qelloi me armë zjarri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.